Kryeministri Hristian Mickoski mohon akuzat e BDI-s se qeveria e tij diskriminon shqiptarët. Arben Taravari është shprehur i vendosur për të dalë me lista të veçanta në zgjedhjet e ardhshme lokale. Shumica parlamentare rrezikon të ngel pa shumicën e Badenterit nëse largohen deputetët e Aleancës për shqiptarët. Njëzet e tretë arrestuar dhe 49 kallëzime penale për 2 grupe kriminale të dyshuar për keqpërdorime të fondeve shëndetësore. Mirëmbrëma, shikues të nderuar, jemi me lajme qendrore në televizionin Shenja. Në Kuvend sot është mbajtur seancë e pyetjeve të deputetëve ku kryeministri Mickoski ka pasur një replik me deputetin nga radhët e BDI-s Blerim Bexhetin. Deputeti opozitar kërkojnë nga Mickoski që t'ju kërkoj falje shqiptarëve për sjelljen arrogante, siç tha ai, ndërsa kreu i ekzekutive deklaroi se nëse dikush duhet t'ju kërkoj falje qytetarëve janë ata sepse kanë qenë më gjatë se të gjithë ne në qeveri. Përplaset edhe akuzat e shumta ndërmjet opozitës dhe pozitës kanë vazhduar edhe në Kuvend, ku më të zëshmit ishin deputeti Bashkimit Demokratik për Integrim Blerim Bexheti dhe kryeministri Hristian Mickoski, të cilët u përplasën për një sër çështjesh. Në seancën për pyetje deputetësh, Bexheti kërkoi nga Mickoski që t'ju kërkoj falje shqiptarëve për sjelljen siç tha arrogante, ndërsa tha që të mos mendojnë se ju friksohet dikush. Sot a ke guximin dhe kurajon që kërkoj falje shqiptarëve me gjithë këtë sjellje arrogante në cilësinë e kryeministrit, që po e bëni. Mos e gënjeni veten se e shqetësoni dikënd, e frigoni dikënd. Këtu duhet ju ndihmoj që në asnjë mënyrë mos merakoseni se e shqetësoni apo e frigoni dikënd. Tash nuk duhet ta uli nivelin e debatit. Nëse mendoni ashtu, caktoni një kohë, mos detyrojeni ju t'i ngreni për veshi, shqiptarët do dalin. Të sheshi Maqedonia, sheshi Skënderbeu, Tetov, Gostivar, Manastir, kuda qoftë edhe nuk ke nevojë vrapojsh. Po ajo çështje nuk dihet ku shkon pastaj. Është njerëzore, është etike, është politike, për gjitha këto çështje politike që them, ju edhe të kërkoni falje për këtë qasje. Nga ana tjetër, kryeministri Mickoski nga foltorja e Kuvendit tha se ai punon në mënyrë të barabartë për të gjithë qytetarët, pa dallim etnie. I pari qeverisë deklaroi se nëse dikush duhet të kërkoj falje qytetarëve, duke përmendur atyre të Kostivarit, Tetovës e Sarajit, të cilës siç tha, mbushnin autobuset dhe iknin nga vendi. Sipas Mickoskit, ai është pikërisht Bashkimi Demokratik për Integrim, sepse ka qenë më gjatë se të gjithë në qeveri. Unë mendoj për shqiptarët sepse nuk e humbas kohën time si kryeministër duke luajtur futboll e basketbol në zyrë, por realizoj projekte bulevarde të reja. Së bashku me bashkëpunëtorët në koalicion, rrisim pensionet, sjellim investime të huaja, rrisim pagat. Nuk e humbasim kohën me kurdisje të nderësh, kush do të gërmoj qymir, kush do të sjell mazut e kështu me radhë. Ne përpiqemi të ndërtojmë kanalizime të reja, ujësjellës së rinj, stacione të pastrimit, bulevarde të reja. Kjo është ajo ku e përdor kohën që kam në dispozicion. Ju kuptoj që në atë mënyrë, ashtu siç sot mu drejtuat mua, doni të tregoni se sa të fort jeni, e tani luajnë në futboll. S'na intereson çfarë mendojnë të tjerët e kështu me radhë, por mendoj që keni gabuar. Këto akuza nuk mbaruan me kaq. Këta të fundit u përplasën edhe për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Deputeti BDI-s pyeti se ku është i ligji, pasi siç tha, janë bërë mbi 6 muaj dhe nuk dihet se çfarë ndodh me ligjin dhe shtoi se u tha se kanë grupe punues, por asnjëherë nuk është bërë e ditur se kush është pjesë e atij grupi. Ndërkohë, kryeministri Mickoski ja tregoi një dokument Bexhetit, ku siç tha, me rekomandimin e qeverisë BDI LSDM është fuqizuar balancuesi, ndërsa shtoi se ligji për përfaqësim të drejtë është gati që para 6 muajve. Arben Taravari është i vendosur se ASH-ja e tij do të dalë me lista të veçanta në zgjedhjet lokale, por nuk është as pak i vendosur nëse
do të largohet nga Vlen dhe nga qeveria. Edhe pse Vlen tashme ka përjashtuar nga koalicioni, Taravari thot se atyre u jep edhe një shans për ta mbështetur në garën e pushtetit lokal. Shumë vrerë, shumë nervoz. Kjo flet se në subkonsciencë kanë pasur diçka që flasin kështu tani. Kështu ju përgjigj Arben Taravari deklaratave të fundit të përfaqësuesve tjerë të koalicionit Vlen. E si neurolog thot se atyre nervoza do t'ju kaloj për 6 ditë. Taravari është i vendosur se ASH-ja e tij do të dalë me lista të veçanta në zgjedhjet lokale, por nuk është as pak i vendosur nëse do të largohet nga Vlen dhe nga qeveria. Edhe pse Vlen tashmë e ka përjashtuar nga koalicioni, Taravari thot se atyre u jep edhe një shans për ta mbështetur në garën e pushtetit lokal. E bisedime me parti tjera thot se ende nuk ka bërë. Ende s'kemi biseduar me asnjë parti, në parim kemi thënë, kemi pas kryesi, sepse kemi organe partijake, kemi vendos definitivisht dalim me listat veçanta. Në momentit që të kemi negociata ose merremi vesh, ne kemi lënë edhe një mundësi Vlenit, në qoftë se janë të interesuar. Unë e shoh se tash reagojnë emocionalisht. Po kjo periudhë e emocioneve besoj se kalon për 6 ditë. Në qoftë se nuk janë të gatshëm, ne i shohim opsionet të cilet mundemi të kemi parasysh si parti për të dalë sa më mirë në zgjedhjet lokale. Për bashkëpartiakët e tij la edhe një mesazh. U tha se kërkesën për të dalë nga qeveria mund të ja bëjë vetëm kryeministri Kristian Mickoski. Vllada do pravi premier. Qeverinë e bën kryeministri. Nëse kryeministri, unë kam biseduar me kryeministrin, sërish do të flasim. Nëse ai vlerëson se ASH-ja nuk ju duhet, ne nuk kemi asnjë problem. Megjithatë, mendoj se ASH-ja për momentin duhet. Megjithatë, nëse marrim vendim të tillë, nuk ka asnjë problem. Nuk mundet të tregoj askush tjetër, përposa atij që formon qeverinë, me të do të shihemi, dëgjohemi, jemi në komunikim, kështu që do të shohim ditën në vijim. Eksponentët tjerë të Vlenit i kanë kërkuar Taravarit që të përcaktohet nëse dëshiron të qëndrojë në Vlen apo t'i bashkohet BDI-s, ndërsa kryeministrit Mickoski i kanë kërkuar që Taravarin ta largojë nga kjo përbërje qeveritare. Dalja eventuale Aleancës për Shqiptarët nga qeveria do të negojë edhe në funksionimin e punës së kuvendit në rast se ASH-ja Arben Taravarit kalon në opozit. Atëherë shumica parlamentare nuk do t'i ketë votat e badenterit dhe opozita mund të bllokoj ligjet e rëndësishme për komunitetin shqiptar. Megjithatë, tani për tani, kryetari i kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi tha se ka ndryshim të situatës sa i përket shpërndarjes së grupeve parlamentare. Shumica parlamentare rrezikon të ngel pa shumicë badentere në rast se Aleanca për Shqiptarët del nga qeveria. Badenteri është një mekanizëm i votimit të dy fiesht i dal nga marrëveshja e Ohrit që ka për qëllim mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve jo shumicë për ligjet e rëndësishme që miratohen në kuvend. Më saktësisht, në një rast të tillë, qeveria nuk do të mundte të votojë ligje që janë të rëndësishme për shqiptarët pa bashkëpunimin e opozitës, e cila do të kishte 27 deputet të komuniteteve jo shumicë. Megjithatë, kryeparlamentari Afrim Gashi nuk pret bllokat të punës së kuvendit në një rast të tillë, pasi beson në konstruktivitetin e opozitës kur bëhet fjalë për ligje të rëndësishme. Gjatë brifingut të sotëm me gazetarët, Gashi tha se tani për tani situata në funksionimin e deputetëve të kuvendit mbetet e njëjtë dhe nuk ka asnjë ndryshim të grupit të deputetëve. Po është pyetje hipotetike, nuk mund të përgjigjemi në situatën e re, nuk dim çfarë do të ndodhë, të presim edhe pak kur kemi situatë të re, besoj që gjithë opinioni do të jetë i informuar. Ky ishte brifingu i parë i kryeparlamentarit me gazetarët pas tragjedisë në Koçan ku humbën jetën 62 persona. I pyetur se pse kuvendi nuk punoi 2 javë dhe nuk pati seancë komemorative, Gashi tha se në koordinim me të gjithë grupet e deputetëve kanë konstatuar se në rast se caktohet seancë komemorative për tragjedinë në Koçan, do të hapet çështja se pse nuk është mbajtur edhe për tragjedinë e Besa Transit dhe Spitalit Modular në Tetov. Në lidhje me interpelancën ndaj ministrit të Brendshëm Pançe Toshkovski, Gashi pret që ajo të mbahet gjatë javës së ardhshme.
vekje ushtet e që... Ende por jedha fati sipas rregullorës, ku ministri mund të japë përgjigje dhe në bazë të asaj të caktojmë seancën. Nëse nuk ka përgjigje edhe 2-3 ditë, do ta caktojmë sa më shpejt jetë e mundur në seancën e parë të ardhshme. Presim që me 29 mund të realizohet ajo seancë, ku pika e parë e rendit të ditës do të jetë interpelanca. Interpelanca ndaj punës së Toshkovskit u dorëzua 10 ditë më parë nga ana e grupit parlamentar të Levicës, e cila bazohet në 10 pika, 5 prej të cilave kanë të bëjnë me ngjarjen tragjike në Koçan. Ministria e Punëve të Brendshme ka dhënë detaje për aksionin e gjerë realizuar mbrëm në të gjithë vendin. 23 persona janë privuar nga liria, ndërsa për 49 persona janë ngritur kallëzime penale lidhur me dëmtimet e fondit të sigurimit shëndetësor. 23 persona janë privuar nga liria në aksionin e djeshëm policor lidhur me dëmtimet e fondit të sigurimit shëndetësor, ndërsa për 49 persona janë ngritur kallëzime penale, njoftojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Gjatë kontrollave policore janë gjetur dhe sekuestruar 110.000 euro, 65.000 denar dhe $100, disa telefon celular, fletore me të dhënat e debitorëve, si dhe dokumentacion i ndryshëm mjekësor dhe disa vula faksimile. Për të akuzuarit janë siguruar prova për veprimtari korruptive kriminale të formuara gjatë vitit 2023, ku antarët kanë shpërdoruar pozitën zyrtare dhe autorizimin në kundërshtim me ligje dhe akte nënligjore që rregullojnë procedurat për marrjen e të drejtës për pension dhe pa aftësi të vazhdueshme penale nga një person tjetër. Të akuzuarit kanë siguruar në mënyrë të paligjshme përfitime pasurore për vete dhe për persona të tjerë dhe kanë mundësuar fitimin e pabas të drejtave sociale për përkujdesjen e dikujt tjetër dhe të drejtën për pension invaliditeti, me të cilat veprime të kundërligjshme kanë shkaktuar dëme në buxhetin dhe fondet e shtetit. 2 grupet organizuara kriminale vepruan në atë mënyrë që kërkonin dhe merrnin rishfet nga persona që kërkonin ndihmë dhe përkujdesje sociale nga një person tjetër, përkujdesje për palët e treta dhe në këmbim kryenin veprime të paligjshme, duke dhënë ose ofruar në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthort shpërblime monetare si rishfet për zyrtarët. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se aksioni i cili përfshinte bastisje në disa lokacione në Shkup, Veles, Tetov dhe Gostivar është rezultati një hetimi paraprak një mujor për ekzistimin e 2 grupeve të organizuara kriminale. 2 taborët politike shqiptare kanë akuzuar njëra tjetrën për dështimin në qeverisje. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon koalicionin në pushtet se me vetëm 9 deputet pretendojnë të përfaqësojnë mbi 29% të shqiptarëve, ndërsa Vlen akuzon BDI-n për shkatrimin e arsimit, duke thënë se madje këtë ka vërtetuar edhe revizioni. Vlen akuzon përsëri partinë opozitare Bashkimin Demokratik për Integrim për shkatërimin e arsimit, duke thënë se madje këtë e ka vërtetuar edhe revizioni. Përmes një komunikate ata lanë të ditur se enti shtetërori i revizionit hapi dosjen e byros për zhvillimin e arsimit dhe ajo që u zbulua sipas tyre nuk befason më askënd. Kaos, shkeljet e ligjit, abuzim me buxhetin dhe partizim politik deri në palc. Ata theksuan se revizorët kanë konfirmuar se Zeqiria Hasipi, i vendosur në krye të byros nga Ministria e Arsimit gjatë kohës kur ajo drejtohej nga kuadri i BDI-s, Jeton Shaqiri, ka qëndruar në atë post për më shumë se 5 vite, pa shpallje publike si dhe pa transparencë. Byroja është drejtuar nga 2 persona pa mandat të rregullt në kundërshtim të plot me ligjin. Pagesat për bashkëpunëtorët e jashtëm janë bërë pa kritere të qarta dhe pa kontroll. Nuk ka pasur mjete për trajnimin e mësimdhënësve, por gjithmonë ka pasur para për punësime partijake. Ndërkohë, Bashkimi Demokratik për Integrim ka lëshuar një deklarat ku deklarohet se përfaqësuesit e koalicionit të LEN, nga ku me vetëm 9 deputet, pretendojnë të përfaqësojnë mbi 29% shqiptar në institucione. Vazhdojnë të relativizojnë bashkëpunimin e tyre të mëhershëm me partitë maqedonase, duke e quajtur atë eksperiment që nuk funksionoi.
Problemi nuk qëndron tek një eksperiment i dështuar politik. Problemi është se kjo qasje eksperimentit me shqiptarët po vazhdon me pasoja reale dhe të rrezikshme. Sot jemi dëshmitar të një vale të re eksperimentesh. A është eksperiment përpjekja për të normalizuar një qeveri pa shumicë shqiptare, pa mandat dhe pa përfaqësim të drejtë. Sipas BDI-s, e gjithë kjo nuk është as gabim as rastësi, por është një model të testosh kufirin e pranueshmërisë së shqiptarëve. Ende nuk ka kaluar viti pari mandatit të qeverisë së re dhe tashmë për qytetarët është të bërë qartë se qeveria e VMRO-s, Znamit dhe Vlenit është qeveria më e keqe dhe më jo funksionale që kemi pasur ndonjëherë, thot zëdhënësja e LSDM-s Bogdan Kakuzeska. Ndërsa i gjithë sistemi po shembët dal nga dal, ata po e helmojnë publikun me mosmarrveshje brenda koalicionit, në vend që të bëjnë diçka për programin, mediat janë plot me mosmarrveshjet e tyre partijake, ka thënë ajo. Është e qartë se përveç që janë të paaft për të udhëhequr vendin, janë të paaft edhe për të rënë dakord brenda qeverisë se si të ndajnë tenderët. Prandaj edhe po grinden. Njerëzit shikojnë se si qeveria lufton me veten, ndërsa vendi fundoset. Nuk ka institucione funksionale, në shëndetësi kaos. Ekonomia përfundoset. Zbatimi i projekteve është zero, pagat po ngecin dhe as ekzistueset nuk po paguhen. Ministri i Pushtetit Lokal, Zlatko Perinski, u ka bërë thirrje komunave që deri tash nuk kanë aplikuar për mbështetje financiare me mjetet e siguruara nga Kredia Hungareze që të bëjnë një gjë të tillë, ndërsa ka mbetur edhe një javë kohë. Perinski ka zbuluar edhe emrat e komunave që nuk kanë aplikuar fare në këtë thirrje, e që sipas rezultateve del që nga 17 që nuk kanë aplikuar, 9 janë shqiptare. Kanë mbetur vetëm edhe një javë kohë që komunat të aplikojnë në thirrjen e dytë të hapur nga ana e qeverisë për mbështetje financiare me mjetet e siguruara nga Kredia Hungareze. Ministri i Pushtetit Lokal Zlatko Perinski ka njoftuar se deri më tani në dikasterin që ai drejton kanë mbritur 450 aplikime nga gjithsej 63 komuna. 36 opštini. 36 komuna kanë aplikuar me projekte që kapin vlerën maksimale të mjeteve në dispozicion, sipas formulës për kokë banori. 27 komuna kanë mundësi që të aplikojnë me projekte të tjera për të kapur vlerën maksimale të mjeteve që kanë në dispozicion, ndërsa 17 komuna fare nuk kanë aplikuar. Perinski ka zbuluar edhe emrat e komunave që nuk kanë aplikuar fare në këtë thirrje e që sipas rezultateve del që nga 17 që nuk kanë aplikuar, 9 janë shqiptare. Komunat që nuk kanë aplikuar fare deri ditën e djeshme janë gjithsej 17 edhe atë: Saraj, Qendra, Çajiri, Shuto Rizarja, Likova, Probishtipi, Vallandova, Rosomani, Bogovina, Vrapçishtja, Mavrova dhe Rustusha, Te Arsa, Dibra, Struga, Manastiri, Krusheva dhe Dollneni. Si qeveri, u bëjmë thirrje dhe apelojmë që të gjithë komunat ta shfrytëzojnë këtë mundësi dhe të aplikojnë duke respektuar afatet ligjore të caktuar nga qeveria, që është data 30/04/2025. Ministri Perinski theksoi se ky program është një hap thelbësor për zhvillimin lokal dhe transformimin e komunave, si dhe zhvillimin e përgjithshëm të shtetit. Kujtojmë se kjo është hera e dytë që qeveria ofron ndihmë financiare për komunat. Faza e parë tashmë ka kaluar dhe shumica e projekteve të financuara në atë cikël janë në fazën përmbyllëse, por jo gjithçka shkoi mirë në thirrjen e parë. Disa komuna aso kohë ishin ankuar se janë përjashtuar dhe projektet e tyre nuk janë marrë parasysh. Spitali i përgjithshëm i Kumanovës mori donacion një autoambulancë nga kompania nga Kumanova Balkan Group. Ministri Shëndetësisë përshëndeti këtë akt duke thënë se Spitali i Kumanovës është njëri ndër spitalet më të rëndësishme në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i cili jep shërbime shëndetësore për mbi 200.000 banorë që jetojnë në rrethin e Kumanovës. Kjo autoambulancë, siç theksoi ai, do të shfrytëzohet për pacientët të cilët marrin shërbime shëndetësore, duke shtuar se nga fillimi i janarit nga Kumanova janë transportuar rreth 300 pacientë të cilët deri te klinikat në Shkup. Drejtori i spitalit bëri me dije se ata kanë 4 automjete të këtilla dhe kjo është vetura e pestë, ndërsa pronari i kompanisë thotë se për të bërë këtë donacion është shtyrë nga fakti se ai ka lindur në këtë spital dhe se nëna e tij punon aty për 37 vite.
Ne kemi 4 vetura në gjendje të rregull, tani është mirë se ardhur edhe kjo vetur. Në planin për vitin 2025 planifikojmë blerjen edhe të një veture. Ju bëjmë thirrje të gjithë kompanive që kanë përgjegjësi shoqërore të bëjnë të njëjtën gjë sikurse kjo kompani. Nisur nga fakti se unë jam i lindur në këtë spital dhe se nëna ime punon këtu për 37 vite, vendosa për këtë donacion. Me këtë akt do doja të inkurajoj të gjithë kompanitë private në vendin ton që të ndihmojnë kush sa mundet, sepse së bashku ndërtojmë shoqëri më të mirë. Gjykatësit kanë vendosur që kryetares Komisionit Shtetëror për luftimin e korrupsionit Tatjana Dimitrovska do të shqiptohet masa e kujdesit. Asaj do t'i merret pasaporta dhe i ndalohet të kryej aktivitetet të punës që lidhen me veprën penale. Personi në fjalë përkohësisht i merret pasaporta dhe i ndalohet të nxjerrë të re dhe ndalesë për marrjen e aktiviteteve të caktuara të punës që lidhen me veprën penale. Qëndron në njoftimin e gjykatës penale. Tatjana Dimitrovska hetohet në kuadër të vazhdimit të aktiviteteve në rastin aditiv. Gjermania deportoi 1396 persona në Maqedoninë e Veriut gjatë vitit 2024, me këto shifra vendi bëhet destinacioni i dytë më i zakonshëm për dëbimet nga shteti gjerman. Të dhënat zyrtare nga qeveria federale gjermane tregojnë se Gjermania deportoi 1396 persona në Maqedoninë e Veriut gjatë vitit 2024, duke e bërë vendin destinacionin e dytë më të zakonshëm për dëbimet. Sipas kombësisë, 1399 qytetarë të Maqedonisë janë dëbuar nga Gjermania në vitin 2024, duke i renditur ata si kombësia e katërt më e zakonshme në mesin e të dëbuarve. Analiza e të dhënave demografike tregon se Maqedonia ishte një destinacion kryesor për gratë dhe të miturit e dëbuar. Gjithsej, 624 gra u deportuan në vend, numri më i lartë për çdo vend destinacioni. Në të njëjtën kohë, sipas të dhënave, 627 gra të deportuara kishin nënshtetësi maqedonase. Përsëri, numri më i lartë në krahasim me nacionalitetet e tjera. Situata është e ngjashme me të miturit. 658 janë deportuar në Maqedoni dhe 662 të mitur të deportuar janë shtetas të Maqedonisë së Veriut. Ndërkaq, përveç deportimeve, një numër i konsiderueshëm, pothuajse mbi 2000 qytetarë të Maqedonisë së Veriut, janë larguar vullnetarisht nga Gjermania. Kombësia e Maqedonisë ishte e treta më e zakonshme e regjistruar për këto largime të financuara nga provincat. Ndërkaq që Policia Federale Gjermane regjistroi 2022 shtetas maqedonas, të cilët vullnetarisht u larguan nga vendi me certifikat për kalim kufitar në vitin 2024, që është grupi i katërt më i madh sipas kombësisë për këtë lloj largimi. Në raportin e fundit të ambasadës së parë të fëmijëve me Gjashi theksohet se janë duke u rritur çrregullimet e shëndetit mendor tek fëmijët. Problemet më të zakonshme ishin të lidhura me shëndetin mendor, problemet e frikës, ankthit dhe zemërimit. Çrregullimet e shëndetit mendor tek fëmijët janë në rritje. Tregon raporti i fundit i ambasadës së parë të fëmijëve me Gjashi. Në linjen e ndihmës për fëmijë Alo Bushafko të me Gjashit, gjatë vitit të kaluar, janë pranuar 208 telefonata, prej të cilave më shumë raportime i referohen moshës 7 deri në 9 vjeç. Problemet më të zakonshme ishin të lidhura me shëndetin mendor, problemet e frikës, ankthit dhe zemërimit. Kreu i me Gjashit Dragi Zmianac tha se shqetësues është fakti që fëmijët përballen me pasoja të ndryshme, duke përfunduar edhe në mendim apo tentim për vetvrasje. Numri më i madh i raportimeve i referohen shëndetit mendor në raportin e fundit. Përqindja e raportimeve për shëndetin mendor dukshëm është rritur. Pra, çrregullimet e shëndetit mendor janë në rritje me të gjitha pasojat, me të cilat përballen fëmijët. Ajo që më shumë na shqetëson është se vitin e kaluar kemi pasur 3 përpjekje për vetvrasje apo mendim për vetvrasje, por kemi reaguar menjëherë me ndihmën e policisë dhe kemi arritur të shpëtojmë jetë të reja. Këtë vit, të dhënat flasin se kemi rritje dhe vetëm në 3 mujorin e parë janë 5 raste të tilla. Raporti vjetor i organizatës tregon se 74.2% e të gjitha rasteve të raportuara kanë të bëjnë me shëndetin mendor. Në raportime, 97 fëmijë janë ankuar për frikë dhe ankth, 93 për vështirësi me zemërim dhe 79 fëmijë kanë shprehur shqetësim të thellë për veten e tyre. Me Gjashi apelon për bashkëpunim më të fortë ndërsektorial, shërbime më të mira të shëndetit mendor për fëmijët, si dhe rritje të ndjeshmërisë së shkollës
shkollave dhe familjeve në njohjen dhe trajtimin e këtyre problemeve. Kjo ishte gjitha që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin, bashkë me rupafshin.